petanik në saq nga duart e mami do shikoni tani në këtë video, se nuk ka mundësi që të vim në Shqipëri dhe mami të mos na përgatiti një petanik në saq, se ja kërkojmë gjithnjë edhe ajo nuk na thot kur jo. Si shikoni neve petanikun e bëjmë të thjeshtë miell ujë, edhe pastaj ja hedhim vaj midis petëve. Nuk është flia, se disa njerëz e ngatroni me fli. Disa të tjerë thoni lalanik, nuk e di, domethënë ka disa emra, më thoni që ky nuk është petanik. Nga zona ton, sa e mbaj unë mend veten hime edhe që na e bënte gjyshja mami, ky është petaniku. Do me thënë çdo zonë ka emrat e veta, ndaj mos thoni që nuk është petanik, quhet ndryshe, quhet ashtu, quhet kështu. Përderisa postoj një video, e di shumë mirë se çfarë them, edhe emrat që kanë gatimet të paktën që përgatitim se i bëjmë shumë vjet tani. Ndaja edhe mund ta pranoj që në zona të tjera mund ta quani ndryshe, mund ta thoni ndryshe, mund ta bëni me djathë, me gjalpë, por është recetë tjetër. Unë po t'rregoj recetën siç e bëjmë neve, siç e kemi bërë çdo vit, edhe si na pëlqen. Ky domethënë është petaniku që bëjmë nga Zagoria, nga zona tonë. Pastaj ja e shoqërojmë me djathë, shikoni tani sa i mirë që doli ky o zot. Mund ta shoqëroni me se të doni, pastaj me djathë, me domate, me ullijë, me çfarë të doni. Shikoni sa i mirë që doli, perfekt. Ulëm jashtë na ulli ta shijojmë, me që kemi kohë të mirë, të na bëj mirë dhe të kaloni bukur dhe ju o njerëz të bukur.